aktor i rëndësishëm dhe kontributor i rëndësishëm në hapat e para të kësaj reforme, por dhe në konsolidimin vit pas viti të kësaj reforme me opinionet e tyre miqësore, kanë forcuar standardet dhe garancit e kësaj reforme. Përfaqësuesit e Gjykatës Evropiane të Drejtave të Njeriut, që tashmë ka një praktikë të konsoliduar sa i takon vettingut të magjistratëve në Shqipëri, Gjykatën e Lartë pa diskutim, ish antar të reformës në drejtësi, deputet Kuvendit Shqipërisë, përfaqësues të institucioneve, dhe ky panel besoj se i arriti qëllimit, pati shkëmbime, mendimesh dhe përvojash që evokuan jo vetëm në retrospektiv diskutimet apo debatet apo sfidat në momentet e para të ngjizjes kësaj reforme, por edhe pati edhe mendime u ofruan zgjidhje sa i takon sfidave që ka kjo reformë 10 vit pas zbatimit të saj, dhe që është përgjegjësia e gjithë aktorëve të përfshirë në këtë proces, që ne t'i adresojmë këto sfida në rrugë ligjore, me qëllim të vetëm dhënien e drejtësisë qytetarëve shqiptarë si një shërbim publik i domosdoshëm. Unë rritën çështjet e rolit që duhet luajnë Këshilli i Lartë Gjyqësor dhe Këshilli i Lartë i Drejtësisë në këtë proces, apo organet që kanë për detyrë kontrollin dhe llogaridhënien e sistemit. Unë rritën çështjet e stokut të çështjeve që sot janë në gjykata, por që të gjitha këto problematika ekzistojnë dhe na takojnë ne t'i zgjidhim. Sigurisht në këtë proces nuk kemi vetëm, kemi dyert e hapura në Komisionin e Venecias, por pse jo edhe zoti Sabato në Gjykatën Evropiane të Drejtave të Njeriut e shprehu gatishmërinë për t'u drejtuar herë mbas here kësaj gjykate, por meqense jemi në 30 vjetorin e marrëdhënieve tona dhe të bashkëpunimit që kemi me Komisionin e Venecias, pra 30 vjetori i antarësimit të Shqipërisë në Këshillin e Evropës, por edhe një bashkëpunim prej 3 dekadash me Komisionin e Venecias, unë e gjej rastin dhe besoj në emër gjithë panelistëve, të kolegëve dhe të ftuarve, ta falenderojmë Komisionin e Venecias për ndihmën bujare dhe të pakushtuar që na ka dhënë për gjatë 3 dekadave në forcimin e institucioneve tona demokratike, dhe jo vetëm të sistemit të drejtësisë, dhe t'i them zonjës Svocka, ne u a kemi mësuar derën tashmë, edhe jemi të kënaqur me bashkëpunimin që kemi, kështu që edhe në këtë proces të konsolidimit të reformës në drejtësi, ku gjendemi aktualisht, ne do t'ju trokasim në derë për të marrë për herë opinionet tuaja miqësore, sepse destinacioni i Shqipërisë është i qartë, të mbyllim proces, të mbyllim negociatat me Bashkimin Evropian brenda vitit 2027, e pse jo që edhe Shqipëria në vitin 2030 të jetë pjesë e familjes së madhe evropiane, dhe adoptimi këtyre standardeve sa i takon sistemit drejtësisë, por jo vetëm, por edhe gjithë jetës demokratike në vend është qëllimi ynë, dhe besoj që kjo tryezë që një moment i shkëlqyer. Unë dua të falenderoj zonjën Suhocka, presidentin e drejtë Komisionit Venecias, zotin Sallahu, ushtruesi i detyrës ministrit të drejtësisë të Kosovës, zotin Xhafaj, zotin Strazimiri, zotin Sadushi, zotin Çomo, zotin Sabato, zotin Serbenko dhe zonjën Bashari që u përfshin në këtë diskutim. Dua të falenderoj gjithë pjesëmarrësit dhe të ftuarit, por pa diskutim dua të falenderoj mediat, që na dhanë mundësinë që ky panel i shkëlqyer të përcillet tek opinioni publik, por dhe tek aktorë të tjerë të sistemit të drejtësisë që nuk e patën mundësinë të ishin prezent në këtë panel sot, por që jam i bindur diskutimet e sotme dhe shkëmbimi i përvojave, mendimeve dhe ideve do t'u shërbejnë në veprimtarinë e tyre të përditshme. Unë këtu dua ta deklaroj të mbyllur panelin e ditës sotme, duke ju falenderuar gjithëve. Ditë mbarë.
ke një për diskutime, zoti Manja, në qoftë se respekton agjendën, duhet ta respektosh deri në fund, ë? Jo, po këtu jemi me Komisionin e Venecave dhe Komisioni i Venecave e ka fut Partia Demokratike e ka sjell për herë të parë këtu. Nuk është normale, në qoftë se duhet të respektojmë agjendën. Në qoftë se doni me bë politikë, bëjmë politikë dhe e lem. Zoti Gjoni, kemi vend ku bëjmë politikë në mbledhjen e përbashkët të dy komisioneve, Komisionit për çështjet ligjore, administratën publike dhe Komisionit për nismat qytetare bashkëpunimi. Okej, nuk e di, ka një debat tashmë me Ulsi Manjës edhe Gjinxhionit, po shohim që